Vritet 71 vjeçaria nga Kosova në Zvicër. Sa persona u arrestuan në lidhje me ngjarjen? Cili është motivi i kësaj ngjarje të tmerrshme? Rastet e vrasjeve të grave vazhdojnë të mbesin alarmante. Një ngjarje tragjike ka ndodhur së fundi në Zvicër, ku ka mbetur e vdekur një grua 71 vjeçare nga Kosova. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së mërkurës, kur policia mori alarmin për një trup të pajet në një ndërtesë banimi. Kur shërbimet e emergjencës mbërritën në vendin e ngjarjes, ata mundën vetëm të konfirmonin vdekjen e gruas. E për të tronditur më shumë situatën, u zbuluan detaje të dhunshme që tregojnë se gruaja ishte vrarë dhe gjithçka ndodhi në një ambient që duhet të ishte i sigurt për të. Ajo jetonte vetme në këtë banesë dhe rrethonat e ngjarjes mbetën ende të paqarta. Çfarë është edhe më shqetësuese është fakti që 3 persona, një grua dhe 2 burra janë arrestuar në lidhje me ngjarjen, të gjithë shtetas zviceran të moshave 27, 48 dhe 51 vjeç. Kjo është një ngjarje që ka prekur thellë jo vetëm familjen e viktimës, por edhe të gjithë komunitetin. Hetimet janë ende në zhvillim dhe autoritetet po punojnë për të zbardhur të vërtetën pas kësaj tragjedie.